Ju tha që nuk ka të bëjë me mjedisin, por dje intervistova disa njerëz në rrugë. Dëgjoni, jeni këtu me mua, duke folur me mua, po më bëni pyetje mua, po kërkoni të dini se çfarë mendoj. Ajo çfarë keni bërë në rrugë nuk është me interes për mua, dhe çfarë keni dëgjuar në rrugë është për informacionin tuaj, por po më pyesni mua. Dhe unë nuk jam në rrugë, unë nuk jam dikush që nuk mban përgjegjësi kur flet, sepse unë përfaqësoj këtë vend, unë përfaqësoj njerëzit që më kanë zgjedhur të jem këtu dhe përballë jush më duhet të jem i vërtet, duhet të jap fakte dhe nuk mund të sfidohem me çfarë keni dëgjuar ju në rrugë. A keni fakte për të më treguar që vërtetojnë se po them diçka që nuk është e drejtë? Më tregoni, më sfidoni. Jo, do ta bëj shumë shpejt pyetjen time sepse besoj që ka të tjerë. Takova dikë që më tha, do të dalë në rrugë të protestoj sepse Zvërneci është një prej zonave të fundit të paprekura të Bregdetit në deltën e lumit, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Mesdhe. Pyetja ime është, pse ju si kryeministër a qeveria juaj doni të ndërtoni atje, përse nuk doni ta mbani ashtu siç është, sepse është vërtet speciale apo jo? Kjo është një pyetje absolutisht legjitime. Dhe në fakt hap absolutisht hapësirë për një diskutim shumë të rëndësishëm. Por ajo çfarë është e gabuar është prezumimi që një vendi i duhet të zgjedh midis natyrës dhe zhvillimit. Kjo është ideologji. Kjo nuk është ajo çfarë na thon praktikat më të mira në këtë botë.